Jemi në sallën e sporteve në Fushë Kosovë, këtu ku zhvillon stërvitjet klubi i futsallit FC Rinia. Ky ekip mbledh me vete djelmosha të ri të komunitetit Ashkali, Rom dhe Egjiptian dhe është klubi i parë i themeluar në Fushë Kosovë. Për vështirësitë e tyre në marrën pjesë të varave, vështirësitë financiare dhe gjitha peripecitë që këta i kanë përjetuar, do të flasim edhe me përfaqësues të klubit të shohim se si shkon organizimi dhe si janë kushtet. Na luajmë ka xhamati, na për termine, na për turnire tradicional, nuk nolmi gjatë gjithë vitit për hiç. Kemi dashur edhe na më bëj zyrtare si krejt klubet, qysh ju takojnë edhe neve, na keni pas qef. Kem këtu prej komunitetet Ashkali, Egjiptian, Rom, që domethënë i përfaqësojmë krejt. Nuk bojna dallim as, se kem problem. Klubi është i organizuar vetëm nga dëshira e madhe e djemve të ri të komuniteteve të Fushë Kosovës, të cilët kanë hasur në vështirësi të mëdha financiare, pasi vetëm individ dhe disa firma të vogla ku pas kohë i financojnë për shpenzimet e tyre që i kanë gjatë kampionatit. Me punë krahi punojnë edhe lejtarët, apo tu nga i nxojnë edhe stërvitjet, që gjysa 3-4 veta u kupton tash i kam na për puna, s'kan mujt me nxon, a kështu bëllë kanë qef në orë, në stërvite po punën së në hupim, se janë njerëz familjar. Për momenti ja ka nisë është me mjete vetanoke prej gjepit, do më thonë se cilë lejtar me vullnet mirë, shtën ka pak pare, 5 euro, 10 euro, sa është të thonë me cek një shumë. Kem shok, jarona, që kanë firmat veta, investojnë, jepin parë me vullnet mirë. Faleminderit prej komunës të Fushë Kosovës që na ka mundësu këtë sallën e vogël. Faleminderit edhe prej federatës, është të na përkra apet, më thonë nuk hek dorë për neve. Interesim ka shumë që dojnë me marrë pjesë, për puna kushte. Unë do më thonë tash ja kom nisë edhe me thmi, për puna që nuk kam ku mi stërvit e nala njëherë, deri sa të bëj një para ambienti, një farë sallet sportit, për me janisë edhe me grupë moshat e vogël. Vitin 2025, prop ekipi kena fillu prej zeros. Krejt lejtarët, krejt stafi që orë me një qëllim, me arrit diçka, një ekip që u themelu me një mahall, me një rrugicë, një me thonë, për një prej shoqënisë të mirë, edhe normal, sezona është e shtirë. Hera e parë, sezona është e shtirë, po me shprehjen e lejtarëve, me dëshirën normal se mojna i mytë me rrit diçka, normal, pse jo. Ata kanë treguar që ka raste të izoluara të racizmit, por nuk është shumë i theksuar në garat kampionatit. Është sen që ndodhë, po, fakt, është sen që ndodhë, ka ndodhë rast vitin e kalum, do më thonë gara të Kosovës në ligë, kur kena lu, rastin specikës është pak palidhja, po, dhe në qysha, ama është rast që ka ndodhë. Në për turnire s'ka ndodhë tërë, na kam përkra, ka pos tifoza për i vendë ndryshimnorë, na kam përcjell, na ka dhonë mbështetje, kur ajo, pse jo. A racisti është sen që ndodhë, s'mujna me hupa sen, ndodhë, pse jo.